miratimin në shqyrtim të parë i projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, padyshim që përbën një lajm shumë të mirë për vendin tonë dhe drejtësinë. Për këtë falenderojmë të gjithë deputetët të cilët në seancën plenare votuan për. Por që institucioni përkatës, pra byroja, të jetësohet e të nisë punën, është i domosdoshëm miratimi i këtij projektligji edhe në shqyrtim të dytë, përkatësisht në lexim dytë. E dim që emri i ligjit ka trazuar shumë kë, dhe kundërshtimet kanë qenë të mëdha, madje edhe të mbështjellura si ankesa në gjykatën kushtetuese, vazhdojnë të jenë ende të mëdha, por ne nuk mund dhe nuk do të ndalemi. Do të jetësojmë këtë zotim, byroja do të bëhet sepse me të përfundimisht merr fund ajo parulla që kur nuk do të duhet na përsëritej në të ardhmen, rroga e vogël, fitimi i madh. E kemi thënë edhe më herët, pasuria e fituar në mënyrë të palegjshme kur nuk është as private e as legjitime, sepse qëllimi i kësaj marrëveshje është sigurimi i organizimit suksesshëm të lërave mesdhetare përmes një kornize të qartë bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve, ku Kosova vepron si shtet mikpritës, ndërkaq Shqipëria me rolin e partnerit për organizimin e disiplinës së lëndrimit në Durrës. Përmes këtij bashkëpunimi sigurohet realizimi i plot i detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e qytetit mikpritës dhe dokumentit përkatëse ndërkombëtare. Ky projekt përfaqëson një mundësi të rëndësishme për rritjen e profilit ndërkombëtar të Kosovës dhe për zhvillimin e sportit dhe të ekonomisë. Në thelb është një iniciativë strategjike që forcon bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe promovon Kosovën në arenën ndërkombëtare. Kemi hyrë në pjesën e fundit të muajit prill dhe para vetës, siç e dimë të gjithë, kemi një afat kushtetues i cili po afron. Shkuara në zgjedhjet parakohshme parlamentare, unë besoj që nuk është opsion. Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta. Ne e dimë që nuk ka parti që mund të pretendoj se i fiton 80 e më shumë deputet. Andaj duhet të pranohet rezultati i zgjedhjeve dhe nga ato pozicione të zhvillohen diskutime të sinqerta e të arsyeshme në interesin më të mirë për vendin tonë. Qytetarët votuan për 4 vjet dhe në përputhje me vullnetin e tyre, së shpejti do ta sjellim për miratim programin qeverisës 2026-2030. Prandaj, ne gjithë shpresojmë që do të ketë një marrëveshje, përkundrejt se kjo është kompetencë drejt për drejt e kryeministrit i cili zhvillon në cilësinë e kryetarit të lëvizjes dhe vendosje këto takime dhe vendi të evitoj atë çfarë më së paku e ka të nevojshme apo e ka fare të panevojshme shkuarje në zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja do të kenë përveç se kosto, vonesa dhe ngecje në funksionet vitale të shtetit tonë, përkundrejt se do të rrezikonin edhe disa prej proceseve të cilat tashmë janë në një dinamik shumë pozitive të vendit tonë.